Sot, në kulmin e fushatës elektorale, narkopadrinua i Shqipërisë, Totorino apo El Chapo, njoftoi vendimin e narkoqeverisë së tij për ndalimin e TikTokut për 12 muaj. Me këtë akt, censure të mbi 1 milion përdoruesve të TikTokut në Shqipëri, Edi Rama rrjeshton Shqipërinë me Afganistanin dhe Iranin. Ky akt censure është një akt i mirëfillt, fanatizmi, intolerance, frikë dhe tmerri nga mendimi i lirë dhe shprehja e tij. TikTok është një platformë komunikimi e cila ka pushtuar sot ka pëlqimin masivisht të të rive në Shqipëri dhe në botë.